Një sër arestimesh të shoferëve të dehur gjatë 24 orëve të fundit, por dhe në ditët e kaluara. Përveç në kryeqytet, shoferë në gjendje të dehur janë arrestuar dhe në qytete tjera të mbar vendit. Rasti i fundit është shënuar në Manastir, ku policia herët në mëngjes arrestoi një 27 vjeçar që voziste me mbi 2 promil alkool në gjak. Sot në mëngjes në orën 3:42 në rrugën Partizanska në Manastir, zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Manastir privuan nga liria 27 vjeçarin me iniciale PD nga Manastiri. Gjatë kontrollit në trafik, policia ndaloi një vetur Opel me targa të Manastirit, e cila drejtohej nga PD, dhe gjatë masave të marra është konstatuar se ai voziste në ndikimin e alkoolit, konkretisht ju matën 2.16 promil alkool në gjak, thon nga Ministria e Punëve të Brendshme. Në orën 2 pas mesnate, në rajonin e Koçanit u arrestua një 21 vjeçar me 1.53 promil alkool, ndërsa në Makedonski Brod mbrëm rreth një ore pas mesnate një person voziste me mbi 2 promil alkool në gjak. Dje rreth orës 22:53 në rrugën Marshall Tito në Makedonski Brod, zyrtarët policor privuan nga liria SV. Gjatë kontrollit në trafik, policia ndaloi një vetur Renault me targa të Makedonski Brodit, e cila drejtohej nga SV dhe u konstatua se ai ishte në ndikimin e alkoolit, konkretisht ju matën 2.3 promil alkool në gjak, theksuan nga MPB. Herët në mëngjes rreth orës 2 në Kumanov u arrestua edhe një person nga Zletova, i cili voziste me 1.64 promil alkool në gjak. Ky trend i vozitjes në ndikimin e alkoolit është i pranishëm edhe ditët e fundit. Vetëm 2 ditë më parë një banor i Shkupit voziste në mes të ditës me 1.98 promil alkool dhe shkaktoi një aksident trafiku ku pasagjeri apësoi lëndime të lehta trupore. Në 3 raste të veçanta në Kumanov dhe në 2 fshatra të Probishtipit, më 22 nëntor, policia raportoi për raste ku veturat devijuan nga rruga dhe të gjithë shoferët ishin të dehur.